Po, motivizimi më i madh është vetë nxënësi. Pra, ne vetë nuk e kena marrë kot atë drejtim, do të thotë pra motivizimi kur nuk duhet të mungoj, ata janë motivizimi më i madh i yni. Si do na e përshkruanit faktikisht përvojën tuaj si mësuese dhe punën me nxënësit ndër vite, duke qenë se u bën goxha vite punë, dhe shohim që për asnjë moment nuk heqni dorë nga idetë, nga inovacionet, të themi kështu. Po, ide ka gjithmonë, aty jena të gatshëm për të formuar ide të ndryshme, sikur se e dini edhe ideja për pikërisht të cilën e kena realizuar është si një pjesë e një projektit, ku së bashkut me kolegën Teuta Muleshković dhe Jasmina Zvërko, vendosëm që në holin e shkollës, pra në korridorin e shkollës, në një kënd të vendosim kutinë e mirësisë, me qëllim që nxënësit gjatë pushimit të gjatë, nëse nuk kanë ditë ushqim për shkaqe të ndryshme, të kenë mundësi të shërbehen, dhe po ashtu, ata nëse kanë dëshirë, kush prej tyre, pra të vendosin në kutinë e mirësisë.